Ndërsa tani do të shkoj me një herë me zhvillimet e fundit që ndodhin edhe në Partinë Demokratike. Pra kampi opozitar gjithashtu ka zhvillime sa i takon edhe ndarjes së grupeve parlamentare, por më shumë detaje dhe më të hollësishme do të kemi mundësinë që t'i marrim në këtë çast me kolegen Daniela Malogur, të cilën e përshëndes. Daniela, fjala për ty. Ermal të përshëndes, teksa duket në fakt se Partia Demokratike ka zyrtarizuar se cilët do t'jenë deputetët që do t'ja hua tek grupet e tjera parlamentare, pra tek aleatët e saj, me qëllimin për të krijuar grupe parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë, ka dalë në pa edhe fakti që Misila Doda, e cila në zgjedhjet e 11 majit u strehua në listat e Partisë Demokratike dhe u fut në këto lista të sigurta, pra në pjesën e mbyllur të listave të Partisë Demokratike, si aleate PD-jus, në fakt në jetën parlamentare do të rezultoj deputete e pavarur duke u distancuar kështu nga grupet parlamentare që do të formoj opozita në Kuvendin e Shqipërisë. Burime më kanë konfirmuar se zonja Doda ka përcaktuar në përkatësinë e saj të grupeve parlamentare që shënohet nga çdo deputet në nisje të legjislaturës së re, edhe ka konfirmuar pra që do t'jetë deputete e pavarur dhe nuk do t'i përkas asnjërit prej grupeve parlamentare që u ngritën nga opozita në Kuvendin e Shqipërisë. Krahas zonjës Doda, e cila duket se marrëdhëniet të paktën në parlament për shkak të bashkëpunimit do t'i ketë në distancë me Partinë Demokratike dhe me aleatët e tjerë, për shkak se nuk do t'i përkas asnjërit prej grupeve parlamentare, nga ana tjetër tashmë është e qartë se cilët do t'jenë deputetët që Partisë Demokratike do t'i merren hua nga Partia e Lirisë dhe nga Fatmir Mediu për të formuar përkatësisht grupet e tyre parlamentare. Një ditë më parë, në fakt, Partia e Lirisë njoftoi zyrtarisht se deputetët që i ka marrë Partisë Demokratike për të formuar grupet parlamentare janë disa deputet. Pra krahas 4 deputetëve të Partisë së Lirisë në grupin parlamentar të saj do t'jetë edhe Ina Zhupa, Ledina Alolli dhe Klodiana Çapja, kjo për të formuar shtatëshën e deputetëve që duhen si numër minimal për të formuar një grup parlamentar në kuvend, ndërsa ditën e sotme Report TV ka zbuluar edhe emrat e deputetëve të cilët do t'i jepen Fatmir Mediut për të formuar zyrtarisht në Kuvendin e Shqipërisë grupin e tretë parlamentar të opozitës që do të ketë në përbërje zotin Mediu, i cili megjithëse do të jetë edhe kryetar grupi, Vangel Dulen e PBDN-s, Greta Bardelin, Denisa Vatën, Zia Ismailin dhe Fidel Krekën, 4 këta të huazuar nga Partia Demokratike për të formuar grupin parlamentar, si dhe Artan Luku që në parlament vjen nga listat e Partisë Agrare Ambientaliste dhe në një farë mënyrë zëvendësi i agrondukës në Kuvendin e Shqipërisë. Këto do t'jenë përbërjet e këtyre 2 grupeve të vogla parlamentare në kuvend që do t'i bashkëngjiten, po themi edhe grupit parlamentar më të madh të opozitës që është ai Partisë Demokratike. Shumë e qartë, Daniela, faleminderit shumë për informacionin.